Fotografia është pjesa më e bukur që mund të mbahet si një kujtim nga momentet e jetës që kaloi, si në dasma, mbrëmje të maturës apo festa të ndryshme. Por jo të gjitha fotografitë janë të njëjta, sepse ato mund të jenë të thjeshta dhe profesionale. Ata që janë pasionantë të fotografisë, i duan të jenë fotografitë e tyre sa më të përsosura, dhe për këtë arsye kërkojnë fotograf sa më profesionalist. Në lidhje me fotografitë profesionale, mjetet që na duan edhe çdo gjë që ka të bëjë me foto, na tregon fotografja Festa Krasniqi. Gjithçka ka ndodhur spontanisht. Kam pasur shumë njerëz po mirë me këtë profesion edhe thjesht kam thonë po du me pas një aparat në dorë dhe me provu me kështu që shashtë. E kom marrë aparatin, kom dash tamam aparat ju me sartu me diçka t'vogël, po me kalimin e kohës tani filloj me m'hin qef shumë edhe tani kalova në profi. Vetë, se ka shumë njerëz që për shembull thojnë e kam trashëgim prej vllavt ose diçka. Dhe më thonë veçun e mina me artë në familje, edhe thjesht si ide më ka lindë edhe kom fillu. Thjesht më ka pëlqyer dhe kom thonë se po du me provu një profesion që është shumë i mirë, domethënë që ka shumë njerëz që i mirë me artë, domethënë edhe është pjesë e artit. Në fillim kam fotografu gjithçka, edhe ma vonë tani kam fillu për mbrëmjet maturës, martesa, fejesa, shumë evente për fëmijë edhe domethënë kështu. Dikur kam bën një kurs të vogël për fotografi, domethënë për kohën më të madhe kam prej shoqënisë edhe prej profesorit fotografisë. Zakonisht për shembull njerëzit thjesht kur dojnë me realizu photoshooting, domethënë tregojnë ose kanë për fejesë ose diçka ose veç thjesht dojnë me fotografu. Me artistën e zakonisht kam bo foto vetëm në për evente, domethënë hala nuk kam rast me shkrep aparatin para një artisti, domethënë me realizu tamam shooting. Me njerëz thjesht më shumë. Është profesion i mirë dhe ja vlen. Është muna me thonë edhe është bajegi i shtrejt profesion, se lidh shumë kushte, pajisjet i ka shumë të shtrejta, po me kalimin e kohës mund shve bo krejt. Festa të gjithë kohën e vet ja kushton profesionit të saj që pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ajo ka 6 vite që kryen punën e një fotografes dhe vazhdon tutje duke shpresuar që ta plotësoj edhe më shumë profesionin e saj. Edhe pse ende nuk ka një vend të caktuar apo studio për t'ju bërë foto artistëve, Festa talentin e saj e shpreh edhe në natyrë.